Të dashur qytetar, të dashur prindër, të dashur fëmijë, është kënaqësi, është gëzim të jemi mbledhur për një qershorin sot në ditën e fëmijëve. Dhe sot pyetja që ne duhet i bëjmë gjithë vetes është shumë e thjeshtë. Çfarë Shqipërie po u lëm fëmijëve tanë? Në një Shqipëri ku Shqipëria, një vend ku Shqipëria po shpopullohet, ku shkolla po idealizohet, ku shëndetësia harron pacientin, ku prindi anashkalohet, ku fëmia shihet si terren eksperimental. Secili për nesh ka dikë jashtë shtetit, ka një mik, një tafër, një motër, një vllaj, një kushuri. Po humbasin familje, po humbasin breza, po humbasin të ardhmen. Dhe ndërkohë, kjo qeveri e ka shitur Shqipërinë copa, e ka bërë Shqipërinë pjesë, ka shitur tokën, ka shitur bregdetin, ka shitur pronën publike, ka shitur arsimin, ka shitur shëndetësinë, ka shitur dinjitetin e këtij vendi. Dhe kur qytetari ngrihet për mbrojtur tokën, cila është përgjigjja që vjen? E shohim me sytë tanë. Shqiptarë që të rriqen zvarr nga mercenarë të pushtetit, ndërsa institucionet që janë aty bëjnë se hirë. Dhe në vend që të mbrojnë qytetarin, mbrojnë interesa, në vend që të dëgjojnë familjen, shtyjnë ideologjinë, në vend që të dëgjojnë pacientin dhe të shërojnë pacientin, prodhojnë protokolle. Dhe sot nuk jemi këtu për shumë zhurmë, nuk jemi as për rrëmuj. Sot ne marshojmë për jetën. Ne sot marshojmë për fëmijët, ne sot marshojmë për familjen, dhe familja nuk është pengesë për progresin. Jemi për ta thënë qartë që fëmijët nuk janë eksperiment, prindrit nuk janë pengesë, dhe familja nuk është armike, shëndetësia nuk është laborator ideologjik. Dhe dua ta them qartë dhe me plot gojë. Asnjë gur nuk vlen më shumë se sa jeta e fëmijëve shqiptar. Asnjë pikë ujë nuk vlen më shumë se sa jeta e fëmijëve shqiptar. Asnjë projekt nuk vlen më shumë se sa familja shqiptare. Sepse nëse humbasim fëmijët, atëherë humbasim të ardhmen. Dhe ajo që po ndodh sot është një gjenocid i heshtur ndaj të ardhmes tonë. Dhe ka ardhur koha që familjet mos heshtin më. Ka ardhur koha që qytetarët të thonë mjaft. Dhe ne duam Shqipërinë ku fëmijët të rriten me shpresë, jo me valixhe në dorë. Ku shkolla edukon, nuk indoktrinon, ku shëndetësia shëron, nuk eksperimenton, ku familja mbrohet dhe jo relativizohet. Ndaj sot, nga ky shesh le të dalë një mesazh i qartë. Familja shqiptare është gjallë. Prindrit shqiptar janë zgjuar dhe qytetarët shqiptar nuk do të heshtin. Përpara se ne të vazhdojmë me fjalimet dhe më pas me marshimin që kemi drejt Ministrisë së Antishëndetit, le të respektojnë himnin tonë kombëtar. Shoferin për ta sjellë andeja, po ikse ke rrugës.
dashur miq, mbrojtës të familjes, është ditë e trisht për çdo vend kur i duhet protestoj edhe nuk di për çfarë të protestojmë më parë. Dhe ne duhet që të protestojmë sepse sot ka ardhur nevoja aty ku nuk mban. Te familja, po edhe më thellë te fëmijët tanë. Në vitin 1996, një mjek i krishterë amerikan Jeffrey Satinover publikoi një studim për t'i dhënë fund debateve dhe vërtetoi se nuk ka një gjenetik përgjegjëse për homoseksualitetin. Askush nga këta nuk e pranoi, sepse vazhdojnë jetën këngë edhe sot pas 30 viteve globalisht për të kuptuar, për të dashur të bëjnë njerëzit të kuptojnë që në fakt të jesh homoseksual edhe të jesh gay është po aq normale sa çdo gjë tjetër. Diçka që ndërgjegja askujt nuk mund ta pranojë. Sot rrezikojnë fëmijët tanë për t'i mjekuar në adoleshencë gjatë pubertetit me terapi hormonale. Por fëmijët e shqiptarëve nuk janë të smur. Fëmijët e shqiptarëve sot do duhet festonin dhe sot janë bashkë me ju përdore dhe protestojnë. Fëmijët e shqiptarëve nuk janë në rrezik nga asgjë që duhet i kurojë me terapi hormonale. Fëmijët e shqiptarëve janë rrezik vetëm nga një qeveri e cila nuk mendon asgjë tjetër përveç se të bëj politikë me ta, qoftë në fushat edhe qoftë çdo ditë tjetër. Por fëmijët e shqiptarëve nga kjo qeveri dhe ciladoj qeveri nuk mund t'i mbrojë më mirë askush tjetër përveç se prindrit e tyre. Dhe ju si prindër, edhe ju që shpresoni të bëheni prindër, mos e lejoni që fëmijët e shqiptarëve të konsiderohen të smur nga kjo qeveri dhe t'ju jepet alternativa që nesër mund të bëhet detyrim, alternativa për të ndryshuar orientimin e tyre nëpërmjet mjekimeve. Ata që kanë nevojë për të ndryshuar orientimin e tyre, maksimumi mund t'i duhet psikologjia dhe psikologu, po fëmijëve tanë nuk ju duhen ilaçet dhe mjekimet. Shqiptar bëhuni bashkë gjithmonë për të mbrojtur fëmijët nga çdo qeveri që i përcakton ata të smur dhe nga çdo forcë apo ideologji e cila kërkon që t'i mjekoj ata me zor duke bërë eksperimente siç bënin ata para luftës së dytë botërore në Gjermani. Qëndroni gjithmonë bashkë dhe do t'ja dalim që të mbrojmë fëmijët tanë edhe mbi trupat tanë, edhe këtë e ka bërë çdo prind në histori. Qëndroni bashkë për familje. Mirëmbrëma të gjithëve. Tek fëmija, hajde biri babajt. Te shëndeti dhe të fëmija nuk ka as të majt, as të djaft, as muslimanet krishterë. Ata po shkojnë te fëmija, nuk merremi një adult, sepse adult e di çfarë do në jetë. O ka ndryshuar, ose është i qartë. Por fëmija manipulohet. Sa do i zgjuar tjetë fëmija juaj, sa do ju kujdesin për fëmijën tuaj. Ata e din që në një moshë caktuar, 7 vjeç, 8 vjeç, 10, 11. Djemët luaj me djemët, vajzat luaj me vajzat. Dhe prandaj ata merren në fëmijët, prandaj shkojnë në shkollë, prandaj vendosin simbolin e djallit, për t'i manipuluar, për t'i thënë fakti që ti luan me ideal dhe je djal, do të thotë që ti je gay, pranoje që je gay, s'ka gjë të keq që ti je gay, është harreshëm ti je gay. Jetë për vajzën, sepse fëmija manipulohet. Dhe në qofë se ju në shtëpi do luftoni, në qofë se dikush për ju thotë unë marr kallashe dhe e vras, nuk keni për të dalë kur. Do vindja marrin fëmijën në shtëpi, do ju thonë s'jeni të dense, po ju dhunoni psikologjikisht fëmijën tuaj. Ju s'jeni të denjë për ta edukuar fëmijën tuaj dhe shërbimi social do e marri. Dhe shërbimi social do ja u bëj fëmijën nga djalë në vajzë. Sepse këta kanë një agjendë mirëfillish, populluese dhe shkatrimtare. Duke vendosur fëmijën me një krizë ekzistenciale që nuk njeh veten, dhe është djalë apo është vajzë. Pse ndiem djalë dhe më thon vajzë? Pse ndiem vajzë dhe më thon djalë?
Çfarë ka me mua? Fëmia juaj nuk do mundet të mendoj për lojën, për shokët, për shkollën, por do merret me vetëm pse jam ndryshe, pse më thonë se jam ndryshe. Sa do të përpiqeni, s'do ja dilni dot nëse nuk bëheni bashkë, të majtë të djathtë. Sot në Shqipëri miqtë, mi ka plot kauza për protestuar. Por për fëmijët është kauzë mbi kauzat. Dhe ka një fajtor në këtë vend. Quhet Edi Rama. Zbaton politikën e George Sorosit. Le të bëhemi bashkë të mbroj familjen. Se po na marrim qaf. Do i bini mujt me kokë, ju betohem. Por do jetë shumë vonë. Kur ja morën Elon Musk, nuk pjesin fare për asnjë prej nesh. Tek e tek. Por nëse jemi bashkë ata kanë shumë frikë. Edi Rama po dridhej sot. Ju lutem, me dorë në zemër. Këtu nuk ka as të majtë, as të djathtë, as muslimanët krishterë. Ka vetëm nder për familjen. Zoti krijoi djalin dhe vajzën. Nuk krijoi dy tjera për dy vajzë. Familja është babai, mamaja dhe fëmijët, as gjë tjetër. Zoti i bekoft juve. Zoti i bekoft të vend. Linda Bano, aktiviste për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve dhe bashkëthemeluese e Koalicionit Shqiptar për Familjes dhe Jetës. Jam e lumtur që ndodhemi bashkë sot këtu për familjen, për fëmijët, për lirinë, për të drejtën dhe të vërtetën. Shumë njerëz na thanë që anullojeni marshimin për jetën, sepse ka kauza të tjera më të rëndësishme. Po a ka një kauzë më të rëndësishme se sa fëmia? A ka një kauzë më të rëndësishme se sa familja? Dhe unë jam e lumtur që shqiptarët nuk kanë vdekur, por janë gjallë. Nuk kanë vdekur, por janë në këmbë dhe janë gati të qëndrojnë, të jetojnë dhe të vdesin për fëmijët e tyre. A ka shqiptar sot këtu që mund të thotë, unë do të qëndroj? A mund të themi bashkë, unë do të qëndroj? Për fëmijët e mi, për lirinë time, për familjen time. A dini në udhëtimet tona në vende të ndryshme dhe në konferenca. Në njërën prej tyre unë kam parë një nën që qante dhe i rrihnin lotët si shi, ndërsa tregonte si shteti kishte marrë vajzën 13 vjeçe dhe tregonte që ishte shtrirë në korridorin e spitalit për 12 orë, ndërsa kacapët i prisnin vajzës së saj pjesë nga trupi, pjesë të shëndetshme nga trupi, për ta kthyer nga vajzë në djalë. Dhe mbas asaj konference unë kam thënë, do të kthehem në Shqipëri dhe do të sigurohem që asnjë nën të mos qaj fëmijën e saj në mënyrën që unë pasha e nën qante. Dhe kjo është arsyeja që ne jemi këtu. Mos i lejojmë ata që kanë agjenda të caktuara, që nuk janë të mira për fëmijët tanë, që të vinë dhe të vendosin për fëmijët. A dini, është përgjegjësia e prindit, detyra e prindit dhe e drejta më e lartë e prindit që të vendosi për fëmijën e vet. Çdo njeri tjetër që kërkon të ndërhyjë nuk ka të drejtë. Prandaj unë sot dua t'ju inkurajoj, qëndroni dhe luftoni, sepse në qoftë se nuk luftoni ju për fëmijët tuaj, bota do t'jetë e pamëshirshme për ta. Prandaj, ne jemi sot këtu për të qëndruar dhe luftuar. Zoti bekoft fëmijët shqiptar, Zoti bekoft familjen shqiptare. Përpara se unë ta mbyll, do doja të ftoja një avokate që kam takuar ditën e premte. Ndërsa isha në shtëpinë e vajzës duke ngrënë drek, marrim një telefonat dhe na kërkojnë të shkojmë në gjyq. Dhe gjyqi isha e shokuar, sepse normalisht gjyqet në Shqipëri zgjasin me vite, ju e dini. Si është e mundur që dikush na thrasin në gjyq brenda 24 orësh? Kishin kërkuar urdhër mbrojtje, për shkak se
qortuam dhe kritikuam ata që kishin marrë fëmijë në parada që nuk janë për fëmijët. Dhe personi që unë do të ftoj tani na kontaktoi me një herë dhe tha, unë jam këtu për të qëndruar në krahun tuaj, sepse këtë e kam kauzë jete. Do doja të ftonim tani Eda Grincin, avokate. Përshëndetje të gjithëve. Ka marrë pjesë në shumë protesta, por kjo është protesta e zemrës. Në asnjë protest nuk jam ndjerë si që dihem këtu, sikur jam duke bërë një misionin më të shenjtë, atë të nënës. Nuk e dija se sa e rrezikshme ishte agenda që po mundohet të instalohet këtu, derisa u përballa personalisht me të. Unë bëra një status si një nën, ku pash fëmijë të përdoreshin për propagandë, duke i përdorur si kavi eksperimentesh në tubime mas manifestime erotiko-politike, ekonomike. Dhe qëndrova dhe pata një reagim. Nuk e keni iden sulmet që pësova nga ky reagim. Aty kuptova që gjithçka që kishte thënë familja Pano ishte e vërtet. Ne jemi në rrezik. Familja shqiptare është në rrezik, fëmijët shqiptar janë në rrezik. Janë në rrezik nga një shtet i cili nuk kujdeset për familjen, nuk e ndihmon familjen, por kujdeset për agenda të cilat e shkatërrojnë familjen. Sulmi që mu bën pas atij postimi ishte i jashtëzakonshëm. Aty kuptova se ata janë të organizuar, janë shumë dhe gjoja nën petkun e viktimizimit po na godasin në gjën më të shenjtë tek fëmijët tanë. Nëse deri më sot kemi luftuar për punën, për bukën, për rrugët, për mirëqenien, sot duhet çojmë të gjithë te çdo ndasive, te çdo ngjyrimi për fëmijët. Nuk ka asgjë më të shenjtë se sa fëmijët. Është detyrimi i çdo prindi, është detyrimi i çdo nëne. Misioni i nënës është të mbrojë familjen, është të mbrojë fëmijët. Pa familje të fortë nuk ka kom, nuk ka dhe. Është pikërisht kjo familje që na ka mbajtur të bashkuar, është pikërisht familja dhe rreziku që na kanoset, që na bashkon sot në këtë shesh. Prandaj, kështu siç jemi, të mos ndalemi, të mbrojmë familjet, të mbrojmë fëmijët, të mbrojmë kombin, sepse familja shqiptare është në rrezik dhe nuk duhet ta lejojmë kurrë. Sokol Gondarqiu, imam. Të nderuar qytetar, të nderuar prindër, të dashur fëmijë dhe të rinj. Sot në ditën ndërkombëtare të fëmijëve jemi mbledhur jo vetëm për shprehur një shqetësim, por për të mbrojtur atë që ne e konsiderojmë si themelin e jetës, familjes dhe të ardhmes së kombit tonë. Ne besojmë se Zoti e krijoi njeriu në urtësi, me një qëllim të vetëm. Në librat e shenjtë thuhet se ne e krijuam njeriu nga një mashkull dhe nga një femër. Dhe ky krijim hyjnor ka garantuar vazhdimsinë e jetës njerëzore. Dhe kjo nuk është vetëm një e vërtet fetare, por një realitet biologjik mbi të cilin është ndërtuar ekzistenca e njerëzimit në shekuj. Sot shqetësimi ynë lidhet me përpjekjet për të normalizuar ndërhyrje të thella hormonale tek të rinjt dhe madje tek të mitërit, në një moshë ku identiteti dhe karakteri tyre ende nuk janë formëzuar. Ne besojmë se fëmijët kanë nevojë për mbrojtje, kanë nevojë për udhëzim, për mbështetje, kanë nevojë për mbështetje psikologjike, kanë nevojë për dashuri prindërore.
dhe nuk kanë nevojë për vendime të pakthyeshme dhe zullumqare, të cilat do të ndikojnë në gjithë jetën e tyre padrejtisht. Ne ngrejmë zërin për të drejtën e prindërve që të dëgjojnë. Ngrejmë zërin për transparencë, për politikat publike. Ngrejmë zërin për përdorimin e papërgjegjshëm të taksa paguesve shqiptar. Si ka mundësi që një vend me një varfëri të konsiderueshme, vendi më i varfër në Europë, që në vend që të merret, pra qeveria e atij vendi të merret me familjet e varfra, të vijë atyre në ndihmë, sepse nuk e kalojnë dot muajin pa marrë borxhe ose pa shënuar emrin në listat e marketeve. Si ka mundësi që qeveria do të merret me diçka që në botën e perëndimit, pa çka se ne e quajmë një devijim moral, aty është diçka e luksit. Perëndimi tashmë i ka tejgaluar problemet që ka Shqipëria, ndërkohë që qeveria shqiptare zgjedh që të merret me gjërat e luksit, të devijimit moral, ndërkohë që të varfrit, të cilët vuajnë dhe të cilët me ta duhet merret më së shumti qeveria, do të jenë më pranë tyre, i lënë harres. Thuase i kemi tejgaluar të gjitha problemet që kemi me varfërinë. Të nderuar qytetarë, një shoqëri që e humbet besimin tek natyra njerëzore, tek familja dhe tek roli i prindërve, rrezikon që të humbas orientimin e saj. Ne besojmë se fëmijët nuk duhet të bëhen objekt i eksperimenteve biologjike apo ideologjike apo i trendeve që vinë dhe ikin dhe politikave hibride majtiste që na vinë nga jashtë të importuara, për cilat nuk kemi nevojë. Sot nuk jemi këtu kundër njerëzve, kundër dikujt me emër personal. I respektojmë të gjithë njerëzit. Por sot kemi ardhur për të mbrojtur një vizion të shoqërisë që e konsiderojmë si të drejtë, të shëndetshme, në përputhje me vlerat tona familjare, kulturore dhe fetare. Në këtë ditë fëmijëve le të premtojmë të gjithë se do të jemi zëri i tyre kur ata nuk kanë mundësi të flasin dhe të reagojnë, sepse ashtu është realiteti i tyre. Të mbrojmë të drejtën e tyre që ata të rriten të sigurt, të mbrojmë, të ruajmë familjen, sepse kur familja është e fortë, atë dheu dhe kombi është i fortë. Një fjalë për Zvërnecin, në respekt atyre që mlodhën, që është kauzë e rëndësishme. Respekt maksimal për vlonjatët dhe atë popull, të cilët gëzojnë derin e ngritjes flamurit Vlorë dhe para kësaj luftën e Vlorës nga një popull trim dhe patriot, të cilët nëse i prek dhe i ngacmon dhe zgjohet bisha brenda tyre, nuk do të ketë qeveri dhe as oligark dhe as të fort me pushtet brenda dhe jashtë vendit që do të ketë mundësinë përballet me zemërimin e tyre dhe tonin bashkë. Faleminderit. Sosela Rusho, Mjeke. Përshëndetje, sot si Mjeke deklaroj se qëndroj kundër këtij vendimi, që cënon shëndetin fizik dhe emocional të fëmijëve tanë. Qëndroj gjithashtu edhe në mbrojtje të parimit themelor të mjekësisë. Primum non nocere, së pari mos dëmtoni. Mos e bëni, mos dëmtoni shëndetin e fëmijëve shqiptar. Adoleshenca është një periudhë e zhvillimit intensiv, fizik, emocional dhe psikologjik. Është një periudhë kritike e zhvillimit të trurit dhe është evidencë mjekësore që hormonet seksuale luajnë një rol të rëndësishëm në maturimin neurologjik, emocional dhe fizik. Çdo ndërhyrje mbi këtë ekuilibër biologjik në këtë moshë është e rrezikshme.
Edhe në ligjet tona, ne kemi të shënuar se fëmijë është çdo person nën 18 vjeç. Në këtë moshë ata nuk mund të votojnë, nuk mund të lidhin kontrata ligjore, nuk mund të mbajnë përgjegjësi të plota, nuk mund të bëjnë madje asnjë tatuazh. Po atëherë, si mundet që ne mjekëve na kërkoni që ne të implementojmë ndryshime të parikthyeeshme të identitetit të tyre gjinor? Si është e mundur kjo? Edhe sa familjeve shqiptare do të na duhet që t'i japim lajme të trishta. Edhe sa familjeve duhet t'i themi se ne nuk mund t'ju trajtojmë, sepse ne nuk kemi medikamentet e duhura, ne nuk kemi infrastrukturën e duhur. Edhe sa familje shqiptare do të lëmë në mëshirë të fatit. Ne dinim se nuk kishim fonde, por ne fonde pas kemi, sepse si mjek ne dim shumë mirë se sa të kushtueshme janë këto terapi hormonale dhe këto ndërhyrje kirurgjikale. Pra problemi nuk qënë nga tek të ardhurat, por tek mënyra se çfarë ne zgjedhim të bëjmë dhe kujt ne zgjedhim të shërbejmë. Në fillim të këtij mandati, unë kisha shumë shpresë. Kisha shumë shpresë sepse nuk kam as turp të deklaroj se unë kam votuar për këtë qeveri. Edhe kisha shumë besim. Kisha besim edhe tek ministrja, sepse duke qenë se ka punuar jashtë, ajo i di shumë mirë mangësitë tona. Por sot dua të them në emër të gjithë kolegëve të mi që jemi të zhgënjyer. Jemi të zhgënjyer nga këto gjëra dhe nga këto politika që po ndiqen për sistemin shëndetësor. Dhe për ta mbyllur, dua vetëm të them, zonja ministre, në fillim të mandatit tuaj, ju deklaruat se do të bëni të pamundurat të mundura. Ne besuam se do bëshin të mundura nevoja tona në shëndetësi. Por dua t'ju pyes sot, për çfarë të pamundurash e kishit fjalën? Sepse ato që Zoti ka bërë do të mbetet për jetë. Dhe ne si mjet edhe shkenca e dim shumë mirë se kromozomet XY nuk kthehen dot në XX dhe anasjeltas. Faleminderit. Aulon Kalaja, gazetar, aktivist. Përshëndetje të gjithëve motra dhe vëllezër. Jemi këtu sot në këtë protestë për fëmijët tanë, pa flamur politik, vetëm me flamurin shqiptar. Besoj se e keni marrë vesh që kanë shku deri aty sa që këtë flamur duan ta zëvendësojnë ndoshta me flamurin e LGBT-s. Imagjinoni pak sikur heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ta heqim nga aty dhe të vendosim bustin e Sorosit. Pra kjo është agenda që këta turp apo jo? Kjo është agenda që këta maskarej duan na sjellin për modernizim. Na gënjyen, na thanë se kishte Europa ligjin, ndërkohë vetëm 2 vendet e Europës e kishin. Gjykata e Francës rrëzoi, gjykata e Shteteve të Bashkuara rrëzoi. Pse? Sepse i mbrojnë fëmijët. Imagjinoni motra dhe vëllezër, spitalet që ne i kemi për të smurët me kancer do të na kthehen tani në një vend kastrimi për fëmijët tanë. Spitalet që ne i kemi për të smurët tanë që janë nga 6 anët do të na kthehen për një vend kur fëmijët tanë do të ndrojnë organet gjenital. Po unë jam në këtë shesh për të bërë një zgjidhje dhe një alternativë që e kam për qeveritarët. Së pari për ata 77 horra që e kaluan ligjin parlament. Së dyti për ministrën e shëndetësisë. Së treti për të zëvendësministren që pati kurajo dhe ftyrë të vendoste firmën e saj në atë që pam ditën e njëjtë. Dhe së fundmi për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama që e pyet sot nga ky shesh. Ai e hajdut ti zoti kryeministër. Se këtu nuk bëhet fjalë për punë pare, se ju e keni shtruar për punë lekësh. Do paguaj 15.000 euro shteti, jo më zotëri. Këtu bëhet fjalë për dinjitet, për fëmijët tanë. Prandaj propozimi im për 77 deputet, për ministrin, për kryeministrin është: nga nesër fëmijët tuaj ti merrni si fillim, ti çojmë tek spitali, ta implementojnë ata terapinë hormonale, pasi ta provoni tek fëmijët tuaj, hajde merrni pastaj fëmijët tanë. Fëmijët e atyre që kanë votu ligjin shkojnë dhe të na tregojnë se sa i bukur është transformimi i organit gjenital.
Në rast se ata nuk I çojnë fëmijët e tyre, mos I prekin fëmijët tanë. Paulin Vilajeti, pastor. Përshëndetje, Zoti ju bekoft gjithëve dhe është bekim shumë I madh që ne jemi këtu së bashku. Në fakt ne jemi mbledhur sot jo se jemi thjesht kundra një agjende. Po jemi mbledhur këtu për shkak se jemi pro atyre njerëzve që kjo agjendë do t'i kthejë në kavje. Në eksperimente të ndryshme, ku nëpërmjet këtyre eksperimente këta njerëz duhet ju injektohet patjetër një ideologji e re. Vëllezër dhe motra, ne jemi shqiptarë. Zoti nuk ka bërë gabim kur ka krijuar ne shqiptarët. Dhe ne shqiptarët duhet të ngrihemi e të themi jo atyre që prekin nderin, prekin familjen, prekin fëmijët tanë, miqtë e mi dashur. Të heshtim është mëkat. Është koha që ne të ngrihemi kundër çdo lloj agjende që kërkon të prek atë hartë të cilën nga vërmoshja në Konispol është një hartë që është mbrojtur dhe kufit nuk janë rastësi, por është gjaku I të parëve tanë që ne ka dhuruar këtë hartë. E ne në këtë pjesë duhet që t'jemi duke kërkuar me ngulmim që besën që na kanë lënë si trashëgimi në këtë tokë të mos lejojmë që ta shkel asnjë lloj ideologjie. Miqtë e mi të çmuar, është e turshme që ne të shikojmë që hartën e bukur të Shqipërisë, ta shikojmë se si duan me ngjyra të ndryshme të na kthejnë në një zhgarravin. Ne duhet të ngrihemi kundër zhgarravinave të ngjyrave të ndryshme. Ne duhet të themi Shqipëria ka një ngjyrë kuq e zi dhe kjo ngjyrë është ngjyra që e ka heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti. Miqtë e mi të çmuar, ne jemi mbledhur sonte këtu për shkak të një arsye. Sepse duam të themi jemi shqiptarë. Unë jam me origjinë nga Vërmoshë e ne në Vërmoshë kemi një shprehje që themi uji në male është një ujë që buron I pastër, si kristali, si drita e diellit, po bastardhohet në fush me anë të pislleqeve të ndryshme. Miqtë e mi të çmuar, Zoti e ka krijuar njeriun e pastër, le të mos ta lejojmë asnjë lloj agjende që ta bastardhojë njeriun, duke vendosur brenda tij ato të cilat janë kundër Zotit. Unë nuk jam këtu sot thjesht për qenë kundra, po jam këtu për qenë pro moralit, pro dignitetit njerëzor. Morali dhe digniteti njerëzor, miqtë e mi të çmuar, është ne shqiptarët që e trashëgojmë këtë tokë, nuk duhet ta lejojmë në dorën e atyre që duan ta bëjnë një fush betejë të ideologjive të ndryshme, se Shqipëria në shekuj ka qenë fush betejë e ideologjive të ndryshme. Sot duhet jetë toka e shqiptarëve që të vendosin ata që me nderin ton, me dignitetin ton, ta mbajmë atë. Vëllezër dhe motra, ne nuk jemi pakic. Pakic janë ata që duan të na imponojnë ne. Ne jemi shumica. E nëse ne si shumicë ngrihemi e nuk heshtim, miqtë e mi të çmuar, ne do të jemi gjithmonë duke fituar. Unë uroj mburojën dhe bekimet e Perëndis, Zoti mbroft fëmijët shqiptar, kudo që t'jenë, meshkuj e femra, vajza dhe djem, se Perëndia kur e krijoi njeriun, e krijoi në shëmbullimin e tij, mashkull e femër. Zoti ju bekoft. Yli Gura, ish muftiu I Tiranës. I dashur pastor, të çmuar organizator, do të lejosh vetëm pak sekonda që në këtë lumë zemrash spari nga fëmijët, nënat, djemt dhe vajzat që I kanë përkushtuar këta minuta apo më shumë sa minuta një çështje që është më shumë se kardinale. Unë do t'jem shumë I kufizuar për kohën tuaj, por jo për çështjen. 46 vite më parë, në këtë vend, ky vend dhe klika e të hershme miratuan një nga ligjet më të kopshme, e shpallën Shqipërinë në vitin 1976, vendin e parë ateist në botë.
që do të thot I shpallën luft në mënyrë groteske Zotit, ndërsa ata cilët e shpallën I mbuloj turpi I dheut dhe njerëzimit, ndërsa ne, zbashku me ju, jemi këtu sot para Zotit dhe historisë me faqet bardhë. Ndaj, me lejoni që në emrin tim më shumë të fëmijëve, të gjeneratës së re, duke falënderuar pa përjashtim askënd dhe gjithë qytetarët shqiptarë që e kanë patur dëshirën për të qenë dhe në pamundësi për të qenë këtu, ti drejtohem me përgjegjësinë e parë kryeministit të këtij vendi, I cili prej 5.000 ditësh qëndron në pushtet që të mos I shpall luft Zotit me përplasje dhe me ligjet që po përpiqet të imponohen shoqërisë, kombit, popullit shqiptar në emër të një agjende, apo presioni, apo nxitje të Bashkimit Evropian. Populli shqiptar, më falni për fjalorin, por e ka një shprehje popullore. Nëse do duhet me I thënë deri daj, pra për qenë në Bashkimin Evropian, mos qoftë, sot dhe kur. Sepse Bashkimi Evropian apo popujt Evropian që thuhet se na imponohen këtë, apo qoftë deri për te Atlantikut, në Shtetet e Bashkuara nuk ka as pak një të vërtetë. Ne mund të luftojmë dhe duhet luftojmë me gjithë shka negative që ka shoqëria dhe shoqëritë njerëzore, që është pa drejtësit, korupcioni, babëzia e tjera me radhë në gjitha institucionet, qofshi fetare dhe shtetërore, por jo në luftë me Zotin, as Zotin e Jezu Krishtit dhe as të Muhamedit, Zoti Rama, zonja ministre, nëse keni ndjes për kohën ju, I dashur pastorë dhe gjithë secili që na ndjek përmes ekranit, zonja ministre, nëse në ndërgjegjen tuaj, si shqiptare, si besimtare, çfarë do lloj religioni qofshi, dhe mi gjitha si femër, mos e implementoni këtë ligj marrëzi kombëtare njësoj si ligji I vitit 1976. Zoti e bekon Shqipërinë, por më shumë bekon njerëzit e saj që t'i kthehen të drejtës dhe gjithë bashk e drejta mund të foloj, por nuk humb. Zoti na ndihmon, Zoti e lashtoft të këmbë, por në njerëz cilët sakrifikojnë, si kurse ju sot bashkë partore. Ju falenderit. Akil Pano, pastor, bashkëthemelues I Koalicionit Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës. Nuk ka kaos më të madhe në jetë dhe në universin si që ne njohim, se sa mbrojtja E lirisë, mbrojtja E fëmijëve, mbrojtja E familjes, mbrojtja E pronës, mbrojtja E atë dheu. Çfarë do të ndodhë tani në Shqipëri, është ajo çfarë ne e paralajmëruam se do të ndodhte kur sekti më I rrezikshëm I këtij rajoni I quajtur sekti I rilindjes me 77 kartonat e vet, votoi ligjin e parazisë gjinore në Parlamentin e Shqipërisë. E gjithë kjo histori që lidhet me kastrimin kimik dhe sterilizimin e fëmijëve tanë në nocionin e terapisë hormonale është vetëm rrjedhoj, është vetëm efekt I ligjit parazisë gjinore. E pra miq, ndërkohë që njerëzit e së mirës flen, ndërkohë që njerëzit e së mirës heshtin, ndërkohë që njerëzit e së mirës ndërtojnë, punojnë, pushojnë, armiku nuk fle. Ai vion të mbjell të njëjtën farë, të kuqe, e cila përçan, ndan, copton, jo vetëm tokat dhe pronat e shqiptarëve, por familjen, si pronën dhe kështjellën më të fundme të lirisë tonë.
Na kanë marrë shumë deri tani. Na kanë mohuar të drejtën për të ndërtuar jetën në këtë vend, si njerëz të lirë. I ka lënë shqiptarët pa alternativa, është i vetmi vend në Evropë, i cili shpopullohet çdo ditë nga më shumë e më shumë shqiptarë. Për të mbërritur tek ajo që unë e quaj genocid ndaj qenieve njerëzore. A e keni dëgjuar që preparatet e terapisë hormonale janë preparatet kimike që përdoren për pedofilët, për dhunuesit e fëmijëve, për t'i kastruar ata, pasi është vendosur një vendim gjyqi dhe ata është shpallur të fajshëm. Janë të njëjtat preparate kimike, të cilët Ministria e Antishëndetit, që është ministria që ka propozuar më parë ligjin e surrogacisë për të shtruar vajzat dhe nënat shqiptare në gra surrogato. Këta zotëri vijojnë të propozojnë dhe të implementojnë jo thjesht ligje turpi. Tani janë tek aksioma, të cilën asnjëri prej jush nuk mund ta kundërshtojë dot. Ligjërisht, sepse cikli është i mbyllur. I marrin fëmijët në moshën 4-5 vjeçare në kopshtet publike. Dhe sipas ministres tjetër të linjës, që është Ministria e Arsimit, në këtë shtator do të ndryshojnë kurrikulat shkollore konform ligjit të barazisë gjinore. Ju do t'i çoni fëmijët tuaj të mësojnë biologji. Sekti do t'i mësojë ata ideologji. Do t'i shkojnë djemve për t'u thënë fjalët, mbase jeni vajza të burgosur në trupat e djemve. Ne duhet ju të shlirojmë ju. Si do ta bëjnë këtë? Nëpërmjet ideologjisë së wokizimit. Ajo që po ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Evropën perëndimore, me fëmijët dhe me familjen. Familja është në ditën më të errët të saj, sepse lufta nuk është më një luftë e cila luftohet me pushk dhe me topa, por është luftë që luftohet me fjalë, me përkufizime, me ideologji. Është një luftë e cila hyn të indoktrinojë fëmijët dhe t'i sjellë ata në moshën 7, 8, 9 vjeçare në gjendje konfuzioni emocional dhe mendor në sistemin e edukimit. Dhe më pas zotrit e mbyllin ciklin duke dërguar urdhra QSUT-s që të nisi terapinë hormonale. Pra fëmijët tanë duan të shndrojnë në klient të kastrimit kimik, të ndryshimit të organeve nëpërmjet tranzicionit gjinor. Ky është projekti për familjen në Shqipëri. Kjo është flama më e madhe me të cilën është duke përballur vendi ynë, ndërkohë që vendi shpopullohet dhe boshatiset, ndërkohë që çdo ditë liria juaj zvoglohet më shumë e më shumë, ndërkohë që secili prej jush reduktohet nga dita në ditë, zvoglohet si qenie në dimensionin e lirisë së tij. Tani janë duke bërë ndërhyrje më të thellë kirurgjikale në kulturën e identitetit të fëmijëve tanë. Duan t'i shndrojnë djemt në vajza, vajzat në djem. Mendojnë se kështu do të kalojnë ylberin dhe do t'i mundsojnë fëmijëve lumturinë. Por ky nuk është një projekt që i bën njerëzit të lumtur. A dini që Shteti Amerikan aktualisht është duke përballur me $100 milion fatura nga transgjinor, të cilët kaluan procesin e terapive hormonale, vijuan nëpërmjet ndryrave kirurgjikale, pra ndryshuan gjinin. Tani gjeni se çfarë ndodh me ta. Janë në depresion total dhe dëshirojnë të kthehen mbrapsht aty ku kanë qenë. Po janë mes rrugës dhe për këtë kanë hedhur në gjyq shtetin dhe i kërkojnë shtetit dëm shpërblim. I thonë shtetit, askush nuk na mësoj, askush nuk na tregoi që ishte kaq e vështirë që të ndryshojë gjinin. Një vajzë vetëm 2 vjet më parë, e cila kishte ndryshuar gjinin e saj, kishte ndryshuar organet e saj dhe ishte përpjekur të jetonte si mashkull, në depresion total, mas 2 vitesh të ndryshimit të gjinisë, kryen vetvrasje dhe prindrit e saj gjen një pusull në shtëpi. Dhe te ky shënim ishte shkruar: askush nuk më tregoi që ishte më e vështirë të jetoja si djalë. Miqtë mi, ky tunel i errët, që është projekcion i rilindjes për Shqipërinë, është një tunel i cili ka nevojë të përfundojë një ditë. Të gjithë ne e kuptuam që përballë kokëfortësisë së numrave të votës në parlament, asnjëri nga ne nuk mund bëjë dot asgjë.
Ne jemi duke përdorur tani këtë agor lirie për të komunikuar, për të ngritur zërin tonë përpara Zotit dhe njerëzve. Në mënyrë që të jemi bashkë dhe të qëndrojmë bashkë dhe të mos lejmë askënd që të krijoj kauza të tjera, ndërkohë që njeriu zgjedh vetë të legjitimojë kauzat në të cilat ai merr pjesë. Trupi ynë kombëtar po lëngon. Familjet tona janë duke lënguar. Fëmijët tanë janë duke lënguar. Shikoni kryeqendrën e Shqipërisë. A gjeni ndonjë lodër për fëmijët tuaj? A gjeni ndonjë park që ata të luajnë? A gjeni ndonjë kënd lojrash sot tu? A gjeni qytetin të zbukuruar, sepse sot nuk do të harrojmë, është data 1 qershor. Ku janë fëmijët? Ata mungojnë. Pse? Sepse mungojnë hapësirat për ta, mungon vëmendja për ta, mungon liria për ta. Mungon kujdesi i politikave shtetërore për fëmijët tanë, për familjen tonë. Mungojnë kujdesi i politikave fiskale për ta më këmbur familjen. E kështu kemi më pak fëmijë që lindin, më pak fëmijë të cilët edukohen në vendin e tyre, në vendin e prindërve të tyre, sepse dikush ka zgjedhur ta shpopullojë Shqipërinë dhe t'u ashesi tokën e shqiptarëve agjendave të tjera, agjendave të huaja. Miqtë mi, na thanë në fillim se bëhet fjalë për barazi, barazi gjinore, barazia është barazi për gjithë. Pse e kundërshtoni? Por gjithmonë vjen hapi tjetër. Së pari ndryshohet gjua, pastaj ndryshojnë tekstet mësimore, pastaj ndryshojnë institucionet, krijojnë bordet, pastaj ndryshohet arsimi dhe në fund ndryshohet vetë njeriu si pa e kuptuar. Tek të gjitha vendet, shtetet ku kjo ideologji ka avancuar, rruga ka qenë një lloj, e njëjta. Nga teoria e identitetit gjinor, tek indoktrinimi në shkolla, tek terapitë hormonale, sikur nuk kërkojnë tani. Më pas terapive çfarë vjen? Ministria thot 4 vjet e gjysmë apo 5 vjet pas terapive hormonale vjen ndërhyrja kirurgjikale e ndryshimit gjinis. Nga konfuzioni mendor dhe psikologjik të ndryshimit pakthyeshëm i trupit, nuk ka më kthim mbrapa. Dhe viktimat e para në këtë lojë të tmerrshme satanike kanë qenë fëmijët. Dhe gjithmonë fëmijët do të jenë ata që vuajnë pra ai sa nuk ka një baba, një nën, një burr apo një grua që të qëndrojë dhe të ndërmjetësoj për ta, të ngre zërin për fëmijët e këtij kombi, kësaj kulture. Të dashur shqiptar, të mirë dhe të ndershëm, të cilët keni ardhur sot për të mbushur këtë shtet, pas një lloj përfitimi, pas një lloj interesi, pas një lloj agjende tjetër, përveç se agjendës së mbrojtjes së fëmijëve, familjes dhe lirisë. Unë dëshiroj sot i them kryeministrit Edi Rama. Zoti kryeministër, fëmijët shqiptar nuk janë laborator. Fëmijët shqiptar nuk janë kafje për eksperimente laboratorike. Fëmijët shqiptar nuk janë pronë e shtetit. Fëmijët shqiptar nuk janë pronë e nënës parti. Ata kanë një babë, ata kanë një nënë biologjike. Fëmijët shqiptar nuk duhet jenë objekt për inxhinierim social. Fëmijët shqiptar nuk ka nevojë për hormone. Nuk ka nevojë për bllokues të pubertetit të tyre. Fëmijët nuk ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Hiqni dorë nga fëmijët shqiptar. Hiqni dorë nga fëmijët shqiptar. Hiqni duart nga fëmijët shqiptar. Nëse ka nevojë fëmijët shqiptar për diçka, ajo është nëna, babai, mbrojtja, dashuria, siguria. Fëmijët ka nevojë për të vërtetën. Djemtan duhet të dëgjojnë që është mirë ti jesh djalë. Vajzat tona duhet të dëgjojnë që është e bukur ti jesh vajzë. Është e mrekullueshme ti jesh vajzë. Zoti nuk mund gabime. E nëse dikush ndihet ndryshe, le ta ndihmojmë që të qëndrojë tek identiteti i tij apo i saj. Prandaj sot miq, unë bashkë me miqtë e Koalicionit Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës, me krejt komuniteteve besimit, me shqiptar të mirë, baballar dhe nëna, të cilët janë sot të gjithë bashku këtu me ne, dëshirojmë të paraqisim 4 kërkesa të qarta dhe të panegociueshme. Drejtuara kryeministrit të Shqipërisë. Kërkesa e parë, shfuqizimi i ligjit të barazisë gjinore. Ne kërkojmë shfuqizimin e ligjit të barazisë gjinore, sepse është ligj anti-njeri, anti-familje, është ligj i censurës,
është ligji i skllavërimit të fëmijëve. Ky është ligji që i ndan shqiptarët. Nuk e mbron familjen. Dobëson familjen. Ky është ligji që nuk sillet barazi. Hap derën për transformimin ideologjik që prek shkollën, arsimin, edukimin, familjen dhe fëmijët tanë. Kërkesa e dytë, shfuqizimin e menjëhershëm të çdo vendimi që lejon terapitë hormonale dhe ndërhyrjet e pakthyeshme kirurgjikale te komituri shqiptar. Asnjëri nga ju nuk ka një djalë për ta kastruar, për ta tredhur. Asnjëri nga ju nuk ka një vajzë për ta shtruar sterile. Ne refuzojmë që fëmijët shqiptarë të bëhen pjesë e eksperimenteve ideologjike të së majtës ekstreme. Ne refuzojmë që fëmijëve të ndryshohet trupi përpara se të kenë moshën për të kuptuar vetë se ç'do bëjmë me trupin e tyre. Si është e mundur? Nuk i jepet patenta e drejtimit automjetit një personi pa mbushur moshën 18 vjeç. Këta duan të japin lirinë 14 vjeçarëve të ndryshojnë gjininë e tyre. Ky është turp. Ky është turp. Në fakt më shumë se sa turp është krim. Ky është krim. Ky është krim. Ky është krim. Ky është krim. Fëmijët shqiptarë ka nevojë për mbështetje. Për mbështetje, për ndihmë, për kujdes. Për libra, për edukim, jo për eksperimente. Kërkesa e tretë, që sot i drejtojmë kryeministrit të Shqipërisë. Ndalimin e implementimit të ideologjisë gjinore në kurrikulat shkollore të fëmijëve shqiptar në këtë vjesht. Shkolla shqiptare duhet mësojnë matematikë, historinë e të parëve tanë. Në shkollat tona duhet mësohet atë dhe dashuri. Në shkolla shqiptare duhet këndohet himni i flamurit. Duhet të mësojnë historinë e herojnë. Shqiptarët e altëvegjën duhet mësojnë të duan familjen, qytetin, atë dheun e tyre. Shkolla duhet mësoj shkencë, duhet edukoj, jo të indoktrinoj ideologji gjinore. Prindrit, babai dhe nëna, gjyshi dhe gjyshja janë edukatorët e parë të fëmijëve, jo burokratët, jo rilindasit, jo aktivistët, jo organizatat ideologjisë gjinore. Asnjë mësues nuk duhet të detyrohet të promovojë në klasën e shkollës së tij ideologji gjinore. Asnjë fëmijë nuk duhet ekspozohen ndaj konfuzionit identitar në emër të progresit. Këta zotëri që e quajnë lëvizjen e tyre progresiste. Miq, ky është progresi i tyre. E marrin djalin dhe çojnë drejt ndërhyrjes kirurgjikale. Kërkojnë të mësojnë liri atë që në fakt nuk është liri, por që shndrohet në skllavërinë më të madhe të qenies. Ne jemi pro familjes, pro fëmijëve, pro jetës. Dhe progresi më i madh është rimëkëmbja e familjes. Është asistimi i nënës në punën e saj të përditshme, që të ketë kohë, kaloj kohë me fëmijët e vet. Kujdesi dhe asistimi i babait, që të ushtrojë detyrën e tij si baba, si prind tek fëmijët e tij. Kërkesa e katërt, që koalicioni shqiptar paraqet përpara gjithë juve dhe shqiptarëve, drejtuar kryeministrit të Shqipërisë. Pushimin nga detyrat të ministres dhe të zëvendësministres së shëndetësisë. Edi Rama, ne kërkojmë pushimin e ministres dhe zëvendësministres së linjës së Ministrisë së Shëndetësisë. Kur një institucion dështon të mbrojë fëmijët, duhet mbaj përgjegjësi. Kur promovon politika që të cënojnë interesin më të lartë të jetës, familjes, shoqërisë, që është interesi i fëmijëve, duhet ketë diku përgjegjësi. Kur shëndeti i fëmijëve vihet në rrezik nëpërmjet implementimit të kastrimit prej kimikateve që duan t'i fusin trup fëmijëve tanë, dikush duhet mbaj përgjegjësi. Sepse pa përgjegjësi, zotëri, nuk ka demokraci. Pa përgjegjësi nuk ka shtet. Ne kërkojmë pushimin e ministres së shëndetësisë dhe zëvendësministres së saj. Miqtë e mi, në fund, historia na mëson se çdo regjim
që ka tentuar të marrë fëmijët, të sklaveroj fëmijët nga familja, ka përfunduar duke marrë të gjithë lirinë për shoqërisë. Momentin që ju merret fëmia, ju shmarr gjithçka. Harroni çdo gjë tjetër, harroni lirinë, harroni pronën. Ju ka marrë trashëgiminë, ju ka marrë jetën. Familja është institucioni i parë i lirisë. Është shkolla e parë e ndërgjegjes. Është vendi ku njeriu mëson të dallojë të mirën nga e keqja. Pikërisht për këtë arsye familja sulmohet sot. Sepse familja e lirë është pengesa më e madhe e çdo pushteti. Për këtë arsye ne duhet të ruajmë familjen. Dhe duhet të ruajmë lirinë brenda saj. Në momentin që familja humb lirinë, individi është një automat i shkëputur nga komuniteti, nga shoqëria. Sot ne nuk kemi ardhur të urrejmë askënd. Ne kemi ardhur të mbrojmë atë që është e shenjtë, lirinë tonë, fëmijët tanë, familjet tona. Kemi ardhur të mbrojmë lirinë e ndërgjegjes. Kemi ardhur të mbrojmë të ardhmen e Shqipërisë. Asnjë qeveri nuk meriton të gëzojë legjitimitet nëse vepron në kundërshtim me vullnetin e popullit të saj. Qeveria është e popullit, duhet jetë e popullit, dhe duhet jetojë dhe duhet përjetësoj ligje për popullin. Në të kundërt, duhet refuzuar veç Zotit dhe vullnetit të tyre. Sot, shqiptarët nuk kanë asgjë tjetër që mund t'i mbrojë. Ne me çdo kush duhet të qëndrojmë të bashkuar përballë regjimit që kërkon të na çbëjë, duke na rrëmbyer fëmijët, lirinë, gjuhën, kulturën, pronën, familjen. Dhe sot nga ky shesh, ne i themi qeverisë që ne nuk do të heshtim, ne nuk do të riqemi, ne nuk do të rëzohemi, sepse nuk ka forcë më të madhe se sa një popull që ngrihet të mbrojë fëmijët e vet. Më gjoni më vëmendje, edhe pula, po të shkosh t'i prekësh zogjtë e saj, do të luftoj të mbrojë zogjtë e vet. Por ju që keni ardhur sot me mua në këtë shesh, ju jeni Luanesha dhe Luan. Ju nuk jeni pula. Miqtë e mirë, në mbyllje, unë dua t'ju them dhe një herë që nuk ka forcë më të madhe se e vërteta. Në fund nuk është më e rëndësishme a do të fitojmë apo do të humbasim. Më e rëndësishme është në cilën anë ne do të qëndrojmë të radhitur. A do të qëndrojmë në anën e dritës apo në anën e errësirës, në anën e së vërtetës apo në anën e mashtrimit, në anën e progresit të vërtet apo në anën e regresit shoqëror. Cila është ana që ju do të mbani vendosni sot? Kuj do t'i shërbeni? Kuj do t'i shërbeni sot? Le ta dëgjojnë të gjithë shqiptarët nga çdo cep i Shqipërisë. Fëmijët nuk preken. Familja nuk dorëzohet. Liria është e panegociueshme, nuk negociohet. Dhe Shqipëria nuk është për të shitur, nuk është rëshitje. Zoti bekoj fëmijët tanë, nëna dhe baballarët, vëllezër dhe motra, gjyshi dhe gjyshet tona. Ky është një qershor dramatik, nuk ka se si tjetë më dramatik. Në vend që të festojmë dhe të lodrojmë me fëmijët tanë, ne protestojmë për lirinë e tyre sepse dikush ka vendosur t'ja urrëmbej lirinë fëmijëve, baballarëve dhe nënave. Zoti bekoj familjen dhe Shqipërinë. Zoti bekoj familjen dhe Shqipërinë. Sipas programit të kësaj proteste paqësore, këtij marshimi që ne kemi lajmëruar që të premten, ne kemi vendosur që së bashku me këtë banderol të mbajtur në duar nga të rinjtë tanë, të gjithë, paqësisht, të shkojmë drejt Ministrisë së Antishëndetit dhe të kërkojmë dhe një herë atje heqjen dorë, kthimin mbrapsht të ligjit të kastrimit dhe të sterilizimit të fëmijëve tanë. Me ndihmën e Zotit dhe me fuqinë e zërave tanë, ne do t'ja dalim. Ne do të fitojmë. Zoti bekoj Shqipërinë. Zoti bekoj shqiptarët. Zoti bekoj familjet tuaja. Ne qërojmë së bashku.
Atëherë, grupi që kemi këtu përpara me banderolën do të na pritë të gjithë dhe nga pas tyre të gjithë do të shkojmë drejt Ministrisë së Shëndetësisë që është diku 400 metra, 300 metra nga këtu. Tek rruga Kavajës Majtas. Pra do ecim drejt dhe do të vjojmë tek trotuari Majtas për të shkuar tek Ministria e Antishëndetit. Le të bëjmë rrugë të rinjve që janë këtu. Berisha.